dashi, sot mund të ndjeni të mbushur me ide, por edhe pak të paduruar i dashur dash. Lëvizjet e Mërkurit në kënd të vështirë me Jupiterin krijojnë tensione mendore dhe shpesh mund të thoni më shumë nga ç'duhet. Kujdes me fjalët dhe diskutimet, sepse një keqkuptim i vogël mund të kthehet në debat të madh. Është ditë e mirë për të menduar plane të reja apo për të bërë kërkime, por jo për të marrë vendime përfundimtare. Në marrëdhënie, mos e lini dikë tjetër të zgjedhë për ju dhe mos u tundoni të jepni premtime që nuk jeni të sigurt nëse do t'i mbani. Nga ana financiare, mund të ndjeni të nxitur të bëni shpenzime të mëdha ose të merrni përsipër më shumë se ç'mund të përballoni, shmangni nxitimin. Energjia është pozitive për ide të freskëta, por kërkon qartësi, durim dhe përmbajtje. Demi, edhe për ju, Demi, ndikimi i sotëm sjell gjallëri mendore, por edhe konfuzion në vendime. Mund të ndiheni sikur keni shumë punë, projekte ose përgjegjësi të grumbulluara, dhe kjo ju bën të ndiheni të mbingarkuar. Këshilla është të mos ndaleni tek ndjenja e mbushjes, por të merrni një hap të vogël e të sigurt, kjo do t'ju çojë përpara. Projektet të nisura më parë mund të kenë nevojë për rishikim dhe mund të kuptoni se keni llogaritur gabim kohën ose energjinë që kërkojnë. Sot është shumë e rëndësishme të mos bini prej egzagerimeve të tjerëve. Lajmet që dëgjoni mund të mos jenë të sakta, ose mund të jenë të fryera më shumë se ç'duhet. Mos u nxitoni të pranoni oferta ose të merrni vendime të shpejta. Sa i përket marrëdhënieve personale, tregohuni realist dhe mos jepni premtime që e dini se janë të vështira për t'u mbajtur. Një ditë për reflektim, rishikim dhe durim, më shumë se për hapa të guximshëm. Binjakët, sot ndikimi i katrorit Mërkur, Jupiter ndikon drejt për drejt tek ju, pasi Mërkuri është planeti juaj sundues. Kjo do të thotë se mund të ndiheni shumë energjik mendërisht, plot ide të mëdha dhe plane të reja. Megjithatë, ekziston rreziku i egzagerimit ose i gjykimit të shpejtuar. Premtimet që dëgjoni nga të tjerët nuk duhet t'i merrni si të sigurta, sepse sot ekziston prirja për t'u tepruar me fjalë dhe për të krijuar pritshmëri më të mëdha se realiteti në marrëdhënie. Një situatë me një të dashur ose një person të afërt mund të mos jetë aq e thjeshtë sa duket në fillim. Mos nxirrni përfundime të menjëhershme dhe lëreni kohën t'ju tregojë të vërtetën. Në çështjet financiare, ekziston rreziku të merrni vendime të nxituara, të shpenzoni më shumë se ç'duhet, ose të besoni në një mundësi që nuk është ende e qartë. Nga ana krijuese, dita është shumë e pasur. Mund të keni ide të ndritshme dhe frymëzim të veçantë. Por, në praktik, mund t'ju mungojnë burimet ose koha për t'i vënë menjëherë në veprim. Mbajini këto ide, shënoni gjithçka dhe tregohuni të duruar. Momenti i duhur për realizim do të vijë. Gaforia, sot mund të ndiheni jashtëzakonisht të entuziazmuar për një ide ose plan të ri, gafore, por ndikimi i katrorit Mërkur, Jupiter tregon se ekziston rreziku të anashkaloni aspektet praktike të situatës. Për këtë arsye, është më mirë të shmangni angazhimin e tepërt të kohës, energjisë apo resurseve tuaja në një projekt të ri pa e analizuar fillimisht çdo detaj. Ka një prirje që gjërat të egzagerohen sot. Ndaj një strategji e mençur është të mbani mend kufit tuaj normal. Mund të shtyni paksa këto limite, por mos e teproni, sepse energjia dhe entuziazmi i sotëm mund të shterojnë shpejt dhe angazhime të mëdha mund të jenë jo të favorshme për momentin. Nga ana tjetër, dita është ideale për të krijuar ide të mëdha dhe plane ambicioze që ndoshta nuk do t'i merrni parasysh në ditët e zakonshme. Mbani shënime dhe planifikoni, sepse më vonë do t'i mund të rafinoni dhe t'i realizoni me kujdes. Sot mendimi i madh dhe imagjinata juaj mund të jenë burim frymëzimi të veçantë, edhe nëse nuk veproni menjëherë. Luani, sot, luan, ndikimi i katrorit Mërkur, Jupiter mund të bëjë që njerëzit rreth jush të dramatizojnë një çështje ose të nxjerrin përfundime pa parë të gjithë situatën. Kjo mund të krijojë pak çrregullim mendor dhe të nxjisë tensione të vogla. Megjithatë, kjo energji mund të sjellë edhe ide të reja dhe zbulime interesante, ndaj merrini gjërat me kujdes dhe me një pikë skeptikizmi për momentin. Dita ka energji të mirë për entuziazëm dhe kreativitet.
por sigurohuni që të keni të gjitha faktet para se të ndërmerrni hapa të rëndësishëm. Sot ka një prirje të shihni gjërat përmes një lente të shtrembëruar, duke i egzageruar rëndësinë ose vlerën e një çështjeje. Optimizmi që ndjeni mund të jetë në të vërtetë një tendencë për të tejkaluar realitetin ose një mendim i dëshiruar. Gjithashtu, mund të keni tendencë të flisni para kohë dhe të zbuloni diçka që nuk duhet. Besimi se të tjerët kuptojnë pikpamjen tuaj mund të shkaktojë keqkuptime, ndaj sot nuk është koha e duhur për të ndarë informacione të ndjeshme. Megjithatë, përdorni këtë energji për të ëndërruar dhe krijuar mundësi të reja. Më vonë mund t'i rafinoni dhe t'i realizoni me kujdes. Virgjëresha, sot, virgjëresh, ndikimi i katrorit Mërkur, Jupiter ju paralajmëron të mos e egzagjeroni situatën dhe të shmangni angazhime që tejkalojnë kapacitetet tuaja normale. Optimizmi i tepërt mund t'ju bëjë të merrni përsipër më shumë se sa mund të menaxhoni me të vërtetë. Kjo është një ditë e mirë për të zgjeruar lidhjet tuaja, për rrjedhim dhe për të gjeneruar ide të reja për projekte emocionuese. Megjithatë, keni kujdes të mos investoni kohë, energji ose para në diçka para kohe. Bëhuni bujar, por pa e tepruar, qoftë me paradh, qoftë me energjinë tuaj personale. Kujdesi ndaj vendimeve praktike është kyç sot. Mendoni 2 herë për çdo premtim që bëni. Dhe shmangni keqkuptimet që mund të lindin nga pritshmëritë e egzagjeruara. Megjithse nuk janë sfida të mëdha, është e mençur të jeni të vetëdijshëm për tendencën për të premtuar shumë dhe për të lënë pas detaje praktike. Sot mund të jetë një ditë frydhënëse për të planifikuar dhe përgatitur projekte të reja. Por pa nxitim, realizimi i suksesshëm kërkon kujdes dhe matje të energjisë. Peshorja, sot, peshore, ndikimi i katrorit Mërkur, Jupiter ju bën të ndjeni një tendencë për të egzagjeruar ose për të tepruar në veprime dhe fjalë. Megjithatë, vetëdia për këtë mund t'ju ndihmojë të shmangni tejkalimin e limiteve dhe arsyeja juaj mund t'ju drejtojë drejt zgjedhjeve më të mira. Keni kujdes të mos flisni shumë ose të merrni përsipër projekte e angazhime të tepërta, si në jetën personale, ashtu edhe në atë profesionale. Ambicia është e lartë sot, por duhet të kujtoni kufijtë e kohës, energjisë dhe entuziazmit tuaj. Ndikimi i Jupiterit sot mund të shkaktojë një rritje të motivimit dhe të emocioneve, që është e dobishme, por kalimtare. Ai është këtu për t'ju shtyrë të shihni mundësi të reja, të mendoni në mënyrë më të gjerë se zakonisht. Pasi të keni idetë e mëdha, do të keni kohë t'i rafinoni dhe t'i përshtatni me jetën tuaj reale. Sot është dita për të imagjinuar projekte të mëdha dhe mundësi të reja, por me maturi dhe planifikim, për të mos rënë në teprime ose vendime të nxituara. Akrepi, sot, akrep, ndikimi i katrorit Mërkur, Jupiter ju paralajmëron të mos investoni shumë në informacionet që merrni para se t'i shqyrtoni me kujdes. Ka rrezik të komunikoni shumë shpejt ose të humbisni detaje të rëndësishme. Mund të ketë thashetheme ose njerëz që egzagjerojnë situata, dhe mosmarrëveshjet mund të bëhen të mëdha shumë shpejt. Qasja më e mirë është të prisni dhe të shihni se çfarë është e besueshme dhe çfarë mund të neglizhohet. Ëndrat dhe imagjinata juaj mund të jenë shumë të gjalla sot, por disa ide mund të jenë të paralizuara. Kjo është një mënyrë interesante për të eksploruar mundësi të reja, por mund të ndikojë në jetën reale në mënyra të vështira nëse e merrni shumë seriozisht. Shumë nga shqetësimet mund të vinë nga brenda, nga një ndjenjë pakënaqësie ose mungesë qetësie të brendshme. Sot është më mirë të qëndroni të lehtë dhe të shijoni ditën pa pritshmëri të rënda. Ëndërrimi dhe vëzhgimi i gjërave nga një kënd i ri mund t'ju sjellë ide interesante dhe mundësi që më vonë mund t'i shndërroni në plane konkrete. Shigjetari, sot, shigjetar, ndikimi i katrorit Mërkur, Jupiter mund t'ju bëjë të ndjeni realist për projektet, premtimet ose financat tuaja, por është e lehtë të tejkaloni kufijtë e mundshëm. Ju mund të mos keni të gjitha informacionet që ju duhen, dhe kjo mund t'ju bëjë të merrni vendime të nxituara. Ky tranzit ju nxit të mendoni më gjerë dhe të ëndërroni për mundësi të mëdha, por kërkon kontroll të brendshëm që të mos e teproni. Sot mund të ndjeni të prirur të jetoni mbi mundësitë tuaja, financiarisht, emocionalisht ose profesionalisht, dhe kjo mund të ndikojë në gjykimin tuaj. Megjithatë, nëse I lini idetë vetëm në planin imagjinar për momentin,
Mund të dalin ide të shkëlqyera që më vonë mund t'i përpunoni dhe të bëhen realitet. Mund të ndodhin edhe mos përputhje midis asaj që ju dëshironi nga dikush dhe asaj që ata duan nga ju, por kjo situatë ka të ngjarë të jetë e përkohshme. Durimi dhe kujdesi do t'ju ndihmojnë më shumë sot. Në përgjithësi, sot është një ditë për të ëndërruar dhe menduar më gjerë, por pa vepruar menjëherë mbi entuziazmin e momentit. Merrni kohën tuaj për të analizuar dhe përgatitur hapat e ardhshëm. Bricjapi, sot, bricjap, ndikimi i katrorit Mërkur, Jupiter tregon një prirje për të egzageruar gjërat, veçanërisht lajmet ose informacionet që arrin tek ju. Është e rëndësishme të tregoni durim dhe të merrni kohën për të parë të gjithë pamjen para se të nxirrni përfundime. Mos u nxitoni të merrni vendime të shpejta ose të flisni para kohe për një çështje të rëndësishme. Kini kujdes për gabimet që mund të lindin nga mosrespektimi i detajeve praktike sot. Edhe pse mund të ndiheni energjik dhe plot ide, është e këshillueshme të mos merrni hapat menjëherë. Idetë tuaja kanë vlerë, por mund të kërkojnë vëmendje, shtesë dhe përpunim më vonë. Sot është një ditë e mirë për të parë gjërat në një perspektivë më të gjerë. Aktivitetet që qetësojnë mendjen, si meditimi, shëtitjet në natyrë ose organizimi i hapësirës, mund t'ju ndihmojnë të merrni vendime më të qarta dhe të ruani qetësinë. Në vend që të veproni menjëherë mbi energjinë e momentit, përqendrohuni te reflektimi dhe planifikimi. Ujori, sot, ujor, ndikimi i katrorit Mërkur, Jupiter tregon një prirje të fortë për të egzageruar gjërat ose për të vlerësuar situatat dhe njerëzit përreth jush. Kjo mund të çojë në vendime të nxituara ose keqkuptime, prandaj është e rëndësishme të tregoni maturi dhe të mos merrni vendime të mëdha në këtë moment. Megjithatë, ky tranzit sjell edhe entuziazëm dhe ide të shkëlqyera. Mund të shfaqen projekte ose mundësi interesante, por ato mund të kërkojnë disa rregullime për t'u kthyer në realitet. Nëse po ëndërroni pak dhe po eksploroni mundësi dhe kjo ju bën të ndiheni mirë, atëherë po përfitoni më së miri nga energjia e ditës. Mund të ndiheni të mbrojtur ndaj ideve tuaja dhe kjo mund t'ju jap energji, por gjithashtu mund të shkaktojë ndjenja të irritimit ose të moskuptimit, sepse sot është shumë e lehtë që njerëzit të mos dëgjojnë vërtet njëri tjetrin. Për rezultate më të mira, qëndroni të moderuar me pritshmëritë dhe përpiquni të jeni të durueshëm. Peshqit, sot, peshq, katrori Mërkur, Jupiter mund t'ju bëjë të ndiheni shumë optimist dhe entuziast, por gjithashtu mund të sjellë edhe momente ndryshimi humori, veçanërisht kur po punoni me informacione të paplota. Ka një prirje për egzagerim sot, e cila shpesh rrjedh nga nevoja për më shumë kuptim në jetën tuaj ose dëshira për vëmendje. Kjo mund t'ju shtyjë të bëni premtime të mëdha për të kënaqur dikë, por është më mirë të mbani gjërat reale dhe të mos i teproni. Megjithatë, ky tranzit është i shkëlqyer për të zgjeruar imagjinatën dhe për të eksploruar mundësi të reja. Idetë e reja mund të jenë jashtëzakonisht frymëzuese, por mund të kërkojnë pak rregullime për t'u realizuar në praktik më vonë. Sot është e rëndësishme të mos e teproni me energjinë tuaj ose të mos përpiqeni të bëni shumë gjëra njëherësh, pasi kjo mund t'ju lodhë. Përfitoni nga dita për të ëndërruar dhe planifikuar, por me këmbë në tokë.